Konca për Ardhmërinë e Kosovës dorëzon edhe zyrtarisht një kërkesë e cila kërkon për një ndërhyrje urgjente të qeverisë në uljen e çmimeve të karburanteve. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria të veprojë shpejt, ndërsa për ne është bukur e habitur fakti që qeveria po rrin me këtë komoditet duke ditë se ne jemi vendi më i varfër në Evropë, ndërsa shumica e shteteve rajonale, mirë po edhe evropiane, tani më kanë marrë masa drastike për të reaguar mbi një krizë e cila është duke rëndu jetën në Kosovë. Është tepër thelbësore që qeveria ta kuptoj se ajo duhet ta merr veprimin e duhur sot. Nesër është vonë, për shkak se rritja e çmimit të karburanteve, rritja e çmimit të nafteve, është duke afektu rritje zinxhirore të ushqimit, të gjitha produkteve bazë, po në njëjtën kohë është duke edhe e pamundësu punën e sektorit privat për shkak se kjo rritje e naftës po ndikon drejt për drejt në rritjen e secilit produkt. Letrën e kemi dorëzuar për ministren e Ministrisë Tregtisë, Industrisë dhe Inovacionit dhe kemi kërkuar që qeveria urgjentisht t'i marr 4 masa. Në këtë drejtim e vlerësojmë se 4 masat e menjëhershme duhet të jenë konkrete dhe ato të merren sot. Në një, lirimi i menjëhershëm i së paku 50% nga TVSH-ja për derivatet. Në 2, është heqja e përkohshme e akcizës për naftën deri në stabilizimin e trekut që së bashku me TVSH-n